Bashkia e Tiranës rikujton qytetarët mbi detyrimet financiare që duhet të shlyejnë. Institucioni që drejton jetën e kryeqytetit ka përpiluar një listë ku evidentohen detyrimet vendore të kategorisë familjare, duke përcaktuar datat kur qytetarët duhet të shlyejnë detyrimet. Për këtë kategori, detyrimet vendore paguhen në 2 këste. Kësti i parë paguhet brenda datës 30 prill, ndërsa kësti i dytë paguhet brenda datës 30 shtator. Një ndër taksat që duhet paguar është ajo edhe mbi ndërtesën. Burimet nga bashkia thonë se baza e kësaj takse është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror, e ndërtesës ose pjesës së saj mbi dhe në nivelin e tokës dhe për çdo kat. Për ndërtesat e ndërtuara para vitit 1993 duhet paguar 10.5 lek për metër katror, ndërsa për ndërtesat e pas vitit 1993 paguhet 21 lek për metër katror. Sipas burimeve, duke shumëzuar sipërfaqen në metër katror të banesës me nivelin e taksës, del detyrimi që duhet paguar. Një tjetër detyrim që duhet paguar është edhe tarifa e pastrimit, së cilës i nënshtrohen të gjitha familjet, personat fizik ose juridik, vendas ose të huaj, që banojnë në territorin e Bashkisë Tiranë. Familjarët duhet të paguajnë 5.000 lek në vit. Drejtoria e përgjithshme e taksave dhe tarifave vendore pranë bashkisë ka detajuar një listë dokumentesh për të paguar detyrimet në mënyrë që të shmang pakënaqësitë dhe mungesën e informacionit.